Miqtë Prizmus, ashtu si prej tashma 4-5 vitesh kam paralajmëruar Kosova është futur në cirkuitin e keq, të jashtëzakonisht. Të jashtëzakonshëm e të jashtëzakonisht keq të pushtetit sovran populist Lëvizjes Vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Nuk është se jam kundër Albin Kurtit edhe të shija hajde çdo gjë ta shikoj me syzet e antikurtizmit që ka Kosova. Më plas fare në këtë lloj drejtimi, po unë e njoh karakterin e tij, di të bëj edhe dallimin midis karakterit të tij, me fjalë edhe Haradinet, ose sot edhe Vjosa Osmanit, ose Abdi Xhikut, ose ti të PDK-s, edhe atyre që kanë qenë më përpara thaqët. Normalisht janë pjesë e kohës tonë, di ta bëj këtë dallim, bile bëj dallimin edhe prej Sali Berishës këtu, Edi Ramës, Ilir Metës. Nuk është se po e keqsoj më tepër, po i them që shiko, janë të këqija akoma më të mëdha. Ne kemi të këqijat tona, ato kanë të këqijat e tyre. Nuk janë shpeshherë të përbashkëta. Ne jemi arrogant, ignorant, ata janë delirant, arrogant, se në tyre ne jemi mesdhetar, nervoz, gjaknxet, ata janë terrestral ose kontinental dhe janë urrëtës. Urrëtia e tyre është e pakufishme. Ky është dallimi që kemi ne me Kosova. Ama jemi shqiptarë dy palët. Kemi tuar të ndarë edhe këto 20-30 vite që komunikojmë me njëri tjetrin, janë shumë pak për të bërë ngjizjen ose për të bërë tërsinë, po themi, kombëtare. Ne na ka ndikuar shumë terrorizmi ideologjik edhe politik i diktaturës, atë i ka ndikuar shumë bashkëtesa dhe terrorizmi kombëtar edhe nacional sovranist shqiptar dhe pastaj serb, jugoslavizmi edhe UDB-ja e tjerë, cilët janë faktor funksionant edhe sot e kësaj dite. Çka ka ndodhur? Asgjë s'ka ndodhur. Në sa i dhe një kodi zgjedhor, Kosova nuk formon dot mban dot qeveri, sepse sigurisht edhe pse fiton 51% votave Albin Kurti, se kështu e do, në sa i sovranizmit ti, duke bërë anti-serbin, anti-atë, pjesa e madhe, gjysma e kosovarëve dhe ideve paceske se mundet që teoria e Albin Kurtit edhe kulmi ndeshmërisë, kulmi demokracisë, kështu e shpallin vetën, patjetër ka për të nxjerrë bregun tjetër. Në të vërtet ka një opozit përçar, edhe tani është futur, deri dje ishte problemi për të formatuar qeverinë, sepse sigurisht nuk I mjaftojnë votat, nësa edhe një kodi I cili shef 10 deputet serbe dhe 10 deputet të pameritueshëm nga pakica kombëtare I quhen. Pra në 120 deputet, 20 janë që I marrin në mënyrë të pameritueshme si serbët edhe pakicat kombëtare. Shqiptarëve me 100 që ata janë detyruar me 8 deputet zgjedhin presidentin në 2 raundet e parë. Dhe pastaj do t'ju mjaftojnë 61 vota që prap Kurti nuk I ka. Dhe tjerët nuk ja japin edhe sigurisht po të zgjedhësh president me serbët do të ishte një katastrofë e jashtëzakonshme. Por ky është problemi. Dhe normalisht Vjosa Osmani ju afrohet, nuk e pranuan, dikur ishin miq, mbreti jon Kurti, mbretnesha jon Vjosa, tash janë armiq. Sigurisht ajo akuzohet tash dhe vjen dita akuzojnë edhe pse ka pirë ujë gjatë kohës Ramazanit. Imagjino çfarë deri ku shkon. Ata të partisë fjala, po e shpallnin Kosovën në vend islamik, vend musliman. Imagjino tash çfarë. Ne divizja e Deçanit do që gjithë muslimanët e kthejnë katolik. Kosova është tmerr dhe e thash delirant, arrogante. Nëse ne jemi ignorant, arrogante, ata kalojnë të punë, janë delir, se ignoranca po e po. Nuk e kam fjalën për gjithë Shqipërinë dhe Kosovën, e kam fjalën për një pjesë e madhe që përfaqësohet edhe në Facebook edhe në politikë. Sigurisht që asnjë prej tyre, përfshi edhe Kurti, nuk e krahasoj në rastin tonë me Sali Berishën. Sali Berisha është një vrasës, një shkatrues I çdo lloj rendi dhe çdo lloj drejtësie dhe çdo lloj shteti, ai e djeg, kupton, po ta lesh e djeg.
Edhe Albin Kurti sa do I keq qoftë, nuk e ka këtë sens. Domethënë nuk shkon krimi ke Albin Kurti, pavarësisht se ka hedhur tymçe dhe zjarre edhe ai, po nuk e djeg Kosovën dot. Ai Kosovën e përdor kështu politikisht në këtë lloj forme. Pra në këtë pikë e vetmja gjë që ne kemi më keq se Kosova është Sali Berisha dhe të tjerë që ndjekin brapa. Mbase kemi dhe korrupsionin endemik I cili përbën një shtet gjatësi më të madhe, po themi ku di vujtjesh ideologjike dhe politike, sigurisht shoqërohen me korrupsion të madh, po ama kemi superiore kosmopolitizmin tonë edhe raportet religionare këto që sigurisht duke ne janë interpretohen më mirë, modernitetin e kohës edhe elementet të cilët shqiptarët I shkojnë mbrapa në këtë drejtim. Në Kosovë mbetesh. Nësa Kosova ka sëranis populizmin majtist të çmendur të Albin Kurtit, I cili ka 3 vjet që nuk del nga zgjedhjet. Përsëritën zgjedhje mas zgjedhjet është akuzon Vjosa Osmanin pse ka thyer kushtetutën, thotë kur me kushtetute kanë 5 marsi, ora 24, kryen çdo gjë. Jo thotë mos kryen, duke ditë që s'ka mundësi, pse ndalon procesin. Procesi mbaron me orën 12 5 mars. Dhe duke mbaruar procesi 5 mars në orën 12, mbaron edhe mandati. Shpërndahet parlamenti nga presidentja aktuale. Tashin të pikë s'ke që I thu sepse vorbulla e të thënave dhe të thasheve në Kosovë është e tmerrshme. Është e tmerrshme edhe në për studio televizive, si kundër është duke ne, por është e tmerrshme edhe në Facebook. Është një gjakmarrje dhe gjakbërje jashtëzakonshme. Zakonisht shifen pastaj edhe njerëzit që shkruajnë shumë keq, në Kosovë shkruajnë shumë më keq se sa ke ne, por në përgjithësi ignorantët që shkruajnë keq pastaj janë delirant, ignorant, arrogantët. Në Kosovë ekzistojnë delirant, ignorant, arrogantët. Partia e Facebookut tyre, partia e Facebookut në Shqipëri është ignorant, arrogantët. Në Kosovë janë delirant, delirant, arrogant, ignorantët. Ndërsa në Shqipëri janë arrogant, ignorantët. Është e tmerrshme, jashtëzakonshme që brenda një kombi ka kaq shumë arrogancë, ignorancë dhe delir politik, I cili shkon sigurisht kundra kombit edhe kundra gjithçka. Jo them edhe një herë, kur po lexoja që shkon puna edhe pse ke pirë ujë në konferencë shtypit se është Ramazan, me vete këto kanë kry punë me gjithçka. Mund mos jetë gjithë Kosova këtu, përkundër të tjerët janë edhe kundra. Po pastaj fillon problemi religionar I cili është vdekje prurës për një shoqëri në Kosovë e cila sigurisht nuk është si në Shqipëri. Sepse në Kosovë është shumicë dërmuese popullsia e besimit islam. Imagjinoj thotë shtet musliman, nuk I thotë një mik tim I thotë, ku ka fjalën ky shtet musliman nuk ekziston, është shtet islamik. Ky do sheriat, kur lexoje po ata ishin gati për sheriat. Nuk pranon shtetin laik të Kosovës. Nuk pranon Gjergj Kasteriotin, nuk pranon rilindjen tonë kombëtare, nuk pranon njerëzit e mëdhej, dhe sigurisht do që të marrë edhe pushtetin. Nuk e di që çfarë them në këtë lloj pike, sepse aty krahas gjithë tyre tonave që ekzistojnë, është edhe problemi religionar. Çfarë ti thuash, është katastrofë e jashtëzakonshme, është një vet thërmim, vet shkatërrim I cili të dëshpëron, është dëshpërueshë shumë. Nuk e di çfarë ti thuash më tepër se sa kaq, di që ka 3 vjet që sollaten me zgjedhje dhe nuk zgjidhin gjë. Edhe jam I bindur që edhe zgjedhjet tjera nuk zgjidhin gjë, sepse ka 2 mënyra, o Kurti duhet dalë 60%, duhet bëj 7 sa vet, ose Kurti duhet kthehet në 30% pastaj që detyrohet vendimmarrja e përbashkët. Kjo nuk ekziston. Nuk e di ç'nohet tash me daljen me krijimin e armiqësisë. Tash nga mretnesh ke vetvendosja, Vjosa Osmani është kthyer në armike, një person I cili bën si thotë Rama, kishin nxjerrë 1000 sajte duke u parë kështu si dashuruar Vjosa Osmanin me Edi Ramën. Tash rrin e fusin Ramën se Ramën e kanë kështu. Rama si plas hiç, kupton, nuk e rrun hiç për këtë punë.
Njifet që kush është Edi Rama, a si plasë edhe kësaj radhe ka drejtë, s'ka pse ti plasi për idiot tillë, por imagjinote që e gjithë ajo për vjosin e shanin Edi Ramën kështu, tash e bëjnë gati dashnorin politike të tij. Ç'a ti thosh këty në ç'a dhe jo vetëm facebookistat, politika, njerëz politikës. Katastrofë. Është katastrofë. Është e jashtëzakonshme. Në çfarë drejtimi shkon edhe Kosovë. Është e jashtëzakonshme. Edhe është turp për një shoqëri të tillë. Pastaj fillojnë pastaj portat, shkojmë ke jasharët. Këta fyn gjithë ditën, shkatrojnë gjithë ditën, pastaj shkojmë hajtë se po bashkohemi atje kur janë copë grim me njëri tjetrin, shifen çorrat se si janë. Kaq, nuk pretendoja që të ishte Kosova diçka më mirë se ne, është më keq se sa ne. Krahas gjithë tonëve, sepse atje ka filluar korrupsioni, se ti nuk merr vesh kur qeveris me mandate për gjysmë, si ç'bëhet në korrupsion. Se çfarë bëhet me taksat, me tatimet, me mbledhjen e tyre, me tendera, ti si kupton, sepse s'ke shtet në sovranitetin e plot të ti. Ke një shtet i cili vazhdon për inerci, por që nuk ka mandat plot. Nga zgjedhjet në zgjedhje, si mund të kesh kontroll për mi financat, si mund të kesh kontroll mi tenderat. Nuk vjedhën që i luajnë të madhin Zoti ja luajnë, kupton? Vjedhin ditën, natën dhe masdite. Ne janë nxjerrin bojën vete sepse ne kemi Sali Berishën, kupton? 300 apartamente. Imagjino 400. Tisha si kjo tjetra, kjo balluke, tham se 300, 400 apartamente kam. Kam vjedh 1 miliard, jam adaj, unë kam kalu, kam shku ke 3 miliardet të shi. Kështu i do muhabetet, mushka drut, kështu i ka, kur e del. Dikur nuk fliste, dhe që mi, unë s'kam. Dje, kur e akuzonin, për çdo tender që hirte e akuzonin, s'fliste. Të shti, po flet. Katastrofë. Arrogancat tona, deliri arroganti jonë. Po se shkon puna edhe në Kosovë, edhe më keq, shtohet edhe religioni. Kjo është faqja e zezë e shqiptarëve kudo që janë. Unë uroj që në Shqipëri kjo puna e religionit të ulet e të rinur. Të besoj se do rriur, se në vend kosmopolit. Besoj se e kemi kaluar ideologjin, edhe kohën kur Enveri shkatronte çdo lloj ideologjie se kishte ideologjinë e vet. Duhet ta kuptojnë çdo lloj dogme. Po me fillu edhe me shkatru dhe në përçarjen musliman, jo islamik, jo katolik, jo kthehemi në rrënjët tona, jo ortodoks me grekun, jo edhe me serbin, jo këto gjëra që në Kosovë vlojnë. Këtu bëhet shumë keq puna, por nuk besoj. Në Shqipëri nuk ndodh ky fenomen. Prandaj them që aty shtohet edhe shpreha delirant. Ky është delir. Delirant, arrogant, ignorant. Kosova. Ignorant, arrogant, ne mesdhetarët shqiptarë. Dakord, miqtë e mi.